Kemi dëshmi që opozita shqiptare e hoqi vetë balancuesin. Kështu deklaroi zëdhënësja e qeverisë Venera Latifi Azizi, duke folur për propozim ligjin për përfaqësim të drejtë gjatë emisionit Impact në televizionin Shenja. Ajo ka akuzuar opozitën shqiptare, duke thënë se janë pikërisht ata që sot flasin kundër ligjit. Janë ata të cilët kanë dhënë mendim pozitiv që të hiqet balancuesi. Ajo tha se balancuesi ishte një kalkulator i thjeshtë, por pa mekanizëm mbrojtës dhe pa u vërtetuar deklarimi se a është i rrejshëm apo nuk është i rrejshëm. Ligjin kanë pasur mundësi të sjellin, mekanizëm nuk kanë sjellur, 3 vjet ka shkuar kështu, ka qenë një strategji, e hoqën vetë dhe kemi dëshmi që e hoqën vetë me kërkesë pikërisht 3 vite më parë. Në qershor të vitit 2023 shembull kam këtu një mendim pozitiv që ka dhënë vetë Bujar Osmani, kur ishte në atë kohë ministër, 21 qershor të vitit 2023. Një tjetër mendim pozitiv për heqjen e balancuesit Kreshnik Bekteshi është këtu. Një tjetër mendim pozitiv nga Ministria e Drejtësisë që drejtohej nga Krenar Lloga. Një lloj është këtu, do me thënë 3 ministra u banë. Tutje, ajo thot se statistikat e ekspertëve tregojnë se vetëm në vitin 2025 qytetarët kanë shpenzuar 2.8 miliard euro në kazino, nga ku deklaroi se pikërisht për këtë arsye, tani më me ligjin për lojrat e fatit, i cili është në procedurë parlamentare, synohet mbrojtja e qytetarëve nga varfërimi, sepse kazinot dhe bixhozi, siç thot ajo, sjellin varfëri. Unë tash shumë një shembull të thjeshtë me që jemi në Çajir, do ta jap një shembull të thjeshtë për Çajirin. Kemi 10 shkolla dhe kemi 24 kazino. Dhe jemi 3.4 km² territor. Dhe gjithë to kazino që janë afër shkollave do të largohen. Pa marrë parasysh cila është metoda e matjes, 500 metra larg shkollave do të jenë. Fëmijët nuk do të kalojnë më pranë kazinove për të hyrë në shkollë. Nuk do të ketë as aparate në vend pagesat e ku luhen baste. Nuk do të ketë as reklama. Ndërkaq, sa i përket çështjes së provimit të jurisprudencës, zëdhënësja thot bindshëm se studentët shqiptar do ta japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe se tani më komisioni po zhvillon aktivitetet dhe sipas saj kjo çështje ka përfunduar, por është vetëm çështje kohe.